Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela në Klik Plus kundërshtoi praktikën që secili lic që ka të bëjë me shqiptarët të dërgohet në Komisionin e Venecias. Ai shprehu dyshimet edhe për anëtarët e këtij komisioni që vinë nga Maqedonia e Veriut. Komisioni i Venecias se duhet ta paralajmëroj. Shfrytëzohet nga establishmenti politik të Maqedonas për t'i bë arbitrazhin marrëveshjes kornisë të Ohrit. Dhe jo rastisht, çdo e drejtë që buron nga marrëveshja e Ohrit çohet në Komision të Venecias. Dhe palë në gjykim ke vetëm bllokun politik Maqedonas, sepse kush janë anëtarët në Komision të Venecias? Dikur Karakamisheva, sot Deskoska. Apo? Dhe nuk ke përfaqësuesin shqiptar. Se palët, nëse duhet të marrëveshjes të Ohrit të jenë bloku shqiptar dhe Maqedon dhe Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja, këtu të mungon bloku politik shqiptar për të cilin flitet fatkeqësisht në këto ligje që dërgohen. Për ne flitet, apo? Për drejtat tona flitet. Nuk flitet për drejtat e Maqedonëve. Sela tha se ka respekt për anëtarët e Komisionit të Venecias që vinë nga shtete tjera, por sipas tij, ata nuk e dinë se çfarë diskriminimi ju është bërë shqiptarëve në të kaluarën. Ai u bëri thirrje partive shqiptare për bashkim rreth kësaj çështje. Mu ngelet, atë sa më shkon zëri, t'ju them, vëllezër, edhe të BDI-s, edhe të PD-s, edhe të Vlenit, edhe të Arbentaravarit e gjithë, nuk guxojmë ta lejojmë një gjë të tillë, sepse do të zhvlerësojmë çdo gjë që pretendojmë që e kemi arrit dhe e kemi arrit gjysmake, do të na shndrohet çerek dhe do të zhduket. Nuk guxojmë të lejojmë këtë gjë. Faktori politik shqiptar një zëri duhet të parandalojë. Jo rastisht. Unë kam muaj që e përmend tryezën e përbashkët partive politike parlamentare shqiptare. Sepse kështu ngjan e keq. Së fundmi është problematizuar provimi i jurisprudencës që i njëjti të mbahet edhe në Shqip, për çka edhe studentët po protestojnë tashmë 2 herë. Zgjidhja ligjore kësaj çështje do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias, ndërsa paraprakisht në këtë komision janë dërguar edhe ligji për përdorimin e gjuhëve dhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.